Mjekët kardiolog japin alarmin për një rritje shqetësuese të rasteve me probleme kardiake tek fëmijët dhe adoleshentët si pasojë e pijeve energjike. Kjo dukuri po përhapet me shpejtësi duke përfshirë jo vetëm të rinjt, por edhe fëmijët e moshave shumë të vogla. Madje deri në 6 vjeç, një moshë kur organizmi është ende në zhvillim e sipër dhe tepër i ndjeshëm ndaj përbërësve stimulues. Doktoreshi Milina Shtëmbari, kardiologe pranë Spitalit Rajonal, u shpreh për kamerën në televizionit Apollon se po përballemi çdo ditë me fëmijë që paraqesin çrregullime të ritmit të zemrës, lodhje të pazakonta dhe shqetësime të tjera kardiake. Shumë nga këto raste janë të lidhura drejt për drejt me konsumimin e pijeve energjike, të cilat përmbajnë doza të larta kafeine dhe stimulues, që janë jashtëzakonisht të rrezikshëm për zemrën e një fëmie. Pavarësisht paralajmërimeve nga specialistët, mungesa e kontrollit nga ana e prindërve, por edhe reklamimi i pakufizuar i këtyre produkteve, po kontribojnë në normalizimin e një zakoni që kërcënon seriozisht shëndetin e brezit të ri. Ekspertët këshillojnë që prindërit të mos lejojnë fëmijët të konsumojnë këto produkte. Shkollat dhe institucionet edukative të ndërgjegjësojnë nxënësit mbi rreziqet afatgjata, të merren masa për kufizimin e shitjes së pijeve energjike tek të mindurit. Në kohën kur çrregullimet e zemrës po shfaqen që në moshat e hershme, veprimi i shpejtë i ndërgjegjësimit i komunitetit janë më të nevojshëm se kurrë. Sëmundjet kardiovaskulare janë një grup i gjerë patologjish të zemrës, të cilët ndikohen nga dy grupe faktorësh, faktorët të pamodifikueshëm, që janë faktorët gjenetik, në të cilët ne nuk ndërhyjmë dot, dhe faktorët e modifikueshëm, një grup faktorësh të cilët janë lehtësisht të modifikueshëm me ndërhyrje në stilin ton të jetesës. Këta grup faktorësh përfshin hipertensionin, diabetin, dislipideminë, mungesën e aktivitetit fizik, stresin në jetesën e përditshme, dietën ushqimore jo të shëndetshme. Ky grup faktorësh është bërë dominant në shfaqjen e sëmundjeve kardiovaskulare tek moshat e reja. Pse? Sepse brezi i sotëm i adoleshentëve përgjithsisht përqafojnë një stil jetese jo të shëndetshme, me orë të gjata pa gjumë, mungesë aktivitetit fizik për shkak të përdorimeve të zgjatura të telefonit, të kompjuterave, lojrave elektronike, një stres të lartë të jetesës së tyre të përgjithshme për shkak të presionit nga media dhe nga rrjetet sociale, të cilët kanë krijuar një imazh të gabuar të një adoleshenti perfekt që nuk ekziston. Dhe dieta ushqimore jo e shëndetshme. Të rinj përgjithsisht shkojnë drejt një diete ushqimore me ushqime të shpejta, që nuk kanë vlera ushqyese, shkojnë drejt ushqimeve shumë të përpunuara që kanë përmbajtje të lartë të sheqerit, të kriprave, të konservantëve, të ngjyruesve ushqimor, të cilat janë të gjithë faktorë të dëmshëm për shëndetin. Të gjithë këto element të rëndësishëm përbashkë dhe me fillimin e duhanpirjes në moshë të re, me fillimin e përdorimit të alkoolit që në mosha të vogla dhe mbi të gjitha dhe me përdorimin e pijeve të gazuara, pijeve energjike, të cilat kanë përmbajtje shumë të lartë sheqeri, të gjithë këto faktorë kanë ndikuar në shfaqjen shumë të hershme të hipertensionit, të dislipidemive, të diabetit, të cilat janë të gjithë faktorë që na përkthehen në sëmundje kardiovaskulare me fillim në mosha të reja. Duhet jemi të rëndësishëm që të edukojmë brezin e adoleshentëve të tanishëm, sepse ata do të bëhen prindër të ardhshëm dhe kështu nëse këta nuk ndryshojnë stilin e tyre të jetesës, ne po prodhojmë gjenerata të reja me sëmundje kardiovaskulare. Cilat do të ishin këshillat e juaja si mjekë kardiologe në lidhje me këtë shqetësim që është global dhe jo vetëm në Shqipëri? Atëherë mendoj që ndryshimi duhet fillojë që në shtëpi, në tryezën tonë, tek ushqimi që ne konsumojmë. Fokusohuni që t'i bëni fëmijët tuaj të hanë në shtëpi, gjellën që përgatit mami në shtëpi, dhe jo ushqime të fast foodeve apo ushqime të shpejta që i gjejmë në supermarkete. Të gjithë ushqimet e përpunuara janë jo të shëndetshme dhe me vlera ushqimore shumë të pakta. Shmangni përdorimin e pijeve të gazuara dhe pijeve energjike. Kanë përmbajtje shumë të lartë sheqeri, të cilat përkthehen në mbipesh dhe në risk të lartë për zhvillim të diabetit në moshë të vogël, dhe njëkohësisht pijet energjike, një armik shumë i madh i moshave të reja. Dhe nuk e kuptoj pse ende nuk ka një ndërhyrje për të ndaluar përdorimin e këtyre pijeve energjike në mosha të vogla. Pijet energjike kanë një përmbajtje shumë të lartë kafeine dhe sheqeri. Kafeina është e dëmshme në dy drejtime. Në drejtim të funksionit të zemrës, sepse i shkakton këta përdoruesit e tyre që të kenë të rraura të shpejta të zemrës,
dhe ndonjëherë te pacientët që kanë predispozita gjenetike për të bërë aritmi mund të nxisin shfaqjen e aritmive jetë kërcënuese dhe ndërkohë shkaktojnë angst, shkaktojnë hiperaktivitet, pagjundësi, mungesë përqendrimi, duke sjellë kështu pasoja shumë negative tek shëndeti i fëmijëve.